Të na dojna progres dhe dojna qarkullim të Shtetit të Republikës së Kosovës për arsye se bruto produkti duhet me pas qarkullim. Dhe për me pas qarkullim duhet njerëzit milion me punue në përzo institucion, qoftaj privat, qoftaj shtetëror. Që ky që po folë qështu, ka qenë kryetari i Mitrovicës për 2 mandate rresht. Bile Lypka dhe mandatin e tretë, po e patmujt Bedri Hamza. Kur doli për i kryetarllakut Mitrovicës, Agim Batiri e gjeti vetën në listën e lëvizjeve dhe vendosje për deputet. Në zgjedhjen e shkurtit, Agim Batiri mori 20.000 vota nështë që të nga dikon, dhe pati arrit me u bo deputet i Kuvendit Kosovës. Mos e që tash, po dihet çka ka ndodhur këta 9 muaj, blokade, vani po shkon sërish në zgjedhje, dhe me 28 dhjetor, Agim Batiri sërish do të jetë kandidat për deputet, e me gjas edhe mund të bëhet deputet urime për hajër.